حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاتم الطحاوي رحمة الله عليه: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. Dhe e pasojmë sunetin dhe gjematin, dhe largohemi, shmangemi nga mendimet e veçanta, nga përçarjet dhe kacafytjet të cilat mund të ndodhin mes muslimanëve. Ka për qëllim rahmetullahi alejhi Allahu pas mëshiruar se ne prej parimeve bazë dhe tepër të rëndësishme është që ne muslimanët natyrisht e pasojmë Kur'anin, nuk diskutohet, por pas Kur'anit e pasojmë sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam me fjalë dhe me vepra, duke besuar se sunneti i pejgamberit alayhi salam është burim dhe bazë prej të cilit rrjedh buron dini jon mas Kur'anit. Për atë arsye ka thënë Allahu Azza wa Jall, ajetet janë të shumta: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuajtë o Muhammed muslimanëve, nëse ju e dani Allahun, pasoni mua, i kam ju dashur juve Zoti. Kom ju dasht me pasu e pasimi ti është me ndjek sunetin e ti alayhi salatu wassalam. Ju dën ju Allahu dhe u fal ju Allahu, sepse Allah ata që dën edhe fal. Wallahu ghafurur rahim. Allahu është falës dhe i mëshirshëm. E pasojmë sunetin e pejgamberit edhe e pasojmë sunetin apo i pasojmë e pasojmë gjematin, e që është për qëllim i pasue sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tabiint dhe tabi'i tabiint. Për atë arsye dhe të pasojmë sunetin dhe gjematin. Sunetin, sunet e pejgamberit. Gjematin është fjala, traditat në të cilat kanë qenë sahabët, që janë kallabllak gjemati madh. Po edhe ato tradita dhe ajo fe dhe ajo rrugë dhe ajo menhaj që kanë qenë shok të sahabëve, pas ardhës së të tyre edhe ata që kanë ardhur pastaj pas tyre, 3 gjenerata radhës. Kjo është ehli sunneti dhe xhamati, e pastaj ata që kanë ndjekur rrugën e tyre derisa tek kësaj dite dhe deri në kiamet. Ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Ai cili kundërshton pejgamberin alayhi salatu wassalam, pasi që i është sqaruar atij haku dhe realiteti. Jo është sqaruar dhe pra vazhdon të kundërshtoj. Dhe jo vetëm kaq, por edhe e pason rrugën e jo të xhamatit. I kundërshton muslimanët. Merr vendim të veçantë. Nuk do me vepru që kanë vepru muslimanët gjithmonë fjala në kohën e sahabëve dhe në kohën e tabiinëve të tabiinëve. Në wallihi ma tawalla, e lojmë atë dhe punën e tij, le t'i gra. Anë le t'i gra. Dhe të vazhdon. Mirë po pastaj, në ditën e kiametit, wa nuslihi jahannam,
dhe fusim xhehenem, sa të mosira dhe sa i keqër xhehenem. Fjalë qëllimi është këtu se Allahu i madhruar përpas që po e cek sunetin, pasimin e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, po e cek edhe pasimin e xhamatit muslimanëve. Do të pasu musliman definitivisht. Vajib e kemi pasu musliman. Me pasu sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një prej haditheve tij të njohura ku i këshilloi sahabët e vet radiallahu anhu dhe nisën me kajt, i këshilloi shumë, i këshilloi dhe sahabët të preken shumë radiallahu anhum. Dhe njënë për ty në thaja Rasulullah, sikur se kjo këshill me qenë këshilla e fundit, se zakonisht njeriu kur e lën emanetin, testamentin, këshillën e fundit, e lën më të prekshme. Mundohet me koncentru në të më shumë, me përqëndru më shumë, sepse është e fundit. E ai sahabi pat ja Rasulullah, sikur se me qenë kjo këshilla e fundit e jotja, tërthorazi, mës ka ardhë vdekja, e po do me nga këshillu për herë të fundit. Andaj, në qka për nga len neve, në qka për nga për një emanet, pejgamberi alayhi salatu wassalam, qka për nga këshillon, fa usikum bisam'i wa ta'ati, wa me ya'ish minkum, fa innahu ma ya'ish minkum ba'di, fa sayara ikhtilafan kathira, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di. Tamassaku biha wa addu alejha bin-nawajid. U këshilloj juve për respekt dhe ndëgjshmëri. Respektoni njëri tjetrin dhe ju krejt respektoni të parën e muslimanëve. Sepse ai i cili jeton prej jush, që i zgat Zoti jetë, ka me ra në përçarje të madhe të muslimanëve. Andaj, në atë kohë, kapne sunetin tim dhe sunetin e khulefave rashidinve masmeje. Kapne për të fort dhe shtrëngan në fort, shtrëngan me dhamë, sikur njëri në formë allegorike, kur dënë me kapë diçka më smershu. O fjala sunetin tem dhe sunetin e 4 khulefave, Abu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut. Dhe kjo është gjenerata sahabëve. Mos lëshoni traditën, sunetin e tyre. Mos lëshoni. Për atë arsye, sunetet e traditat tona që vinë kundërshtim me sunetet e traditet e sahabëve janë bidate. Thot në vazhdim, wa iyyaku wa muhdathatil umur, në gjërave që janë rësi, fa inna kulle bid'atin dalale, sepse çdo bidat është dalal. Në mos më kundërshtoni mua dhe sahabët e mi. E ideja disa njerëzve se sahabët kanë qitë disa bidate në thojza, andaj edhe kanë qenë pas pejgamberit, andaj edhe ne shofëm disa gjëra se jenë bidate, është e papranueshme në mënyrë të plotë, sepse nuk quhen bidate ato risi, apo ato gjëra të cilat, ato fjalë dhe vepra që kanë fola vepru sahabët e pejgamberit, nuk quhen bidate, për sunete, quhen sunete. Sepse pejgamberi ka lavdruar ata njerëz, i ka lavdruar ai i cili nuk flet me hamendje, por vetëm çka është inspiruar prej Allahut. Pra pejgamberi sikur se po don mi thon atyre që vinë përmas me 10 gjenerata se nëse pas meje Abu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu kanë bërë diçka që se kanë bërë unë, punoni me te. Mos lëshoni se ata nuk kanë mundësi me bërë diçka që sikur të shanë gjallë, nuk do të kisha pajtu, apo unë pas se si jam gjallë, nuk ka mundësi me bua ata diçka e mëse pajtu Allah azza wa jalla. Si që është çështja e mbledhjes së Kuranit në mushaf, e ka qenë shka përderdhur. Si që është çështja e taravive në 20 recate, s'ka qenë këtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si që është çështja pastaj në kohë të Osmanit, ku i mbledh i bëni 6 i djega të mësafe që ishin kohë të Omerit, dhe Abu Bekrit, dhe i mor pastaj e bëni një mësaf tjetër dhe atë shpërndaj të krejt muslimanëve. Si ishte çështja të Osmanit, ku është edhe zanin e dytë në xhumë, deri në atë ku ishte vetëm një zan dhe shumë gjëra tjera të cilat nuk është bendi këtu për me cekur
Ne ato I quajmë sunete të khulefave rashidin, për të cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam ka porositur me ndjek dhe me I pasuar ata. Për ata pranë fund thotë wa iyyakum muhdathatil umur, rujuni risive, gjërave risi bidate të cilat I kundërshtojnë apo e kundërshtojnë atë që kam qenë onënte si pejgamber, sa kam qenë gjallë dhe atë që kanë qenë sahabët e mi pas meje radiyallahu anhum. Kjo është tariq apo rruga ehli sunne wal jamaa e sunetit dhe e gjematit. Në vazhdim thot Imam Tahawi wa najtanibu ash-shudhudh dhe I largohemi mendimeve të veçanta wal khilaf dhe përçarjeve. Ka për qëllim nganjëherë njeriu jo me epshet e tij, sepse me epshet e tij nuk gëzon të punoj alime dhe njeriu I mençur, njeriu I dijes, nuk gëzon të punoj me epshet e tij, por me trunin e tij. Por ja që truni I tij nuk e çon drejt e çon dallash. Dhe veçohet me një mendim. A I mund shpërblehet të Zoti pse ka derë dhe njerëz për çat mendim. Por kërkush këtë dynja se ka pranu atë mendim, në mënyrë absolute se ka pranu. Andaj nuk I ndjekim në ato mendime. Quhet kjo shudhudh në shariat. Kur dikush krejt dynjaja shkojnë drejt, ai thotë ja, unë po shkoj këndej. Krejt dynjaja thonë se dita o ditë, ai thotë ja nato. Qaj mendim pa të runë mëse ndishni atë mendim. Runë mëse ndishni. Qoftë edhe prej sahabëve. Sepse sahabë tani që në përgjithësi janë të lavdruar shumë, që shka thonë Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu, o ju njerëz, ai I cili dën me ndjek me pasuar rrugën e dikuj, le ta pason rrugën e sahabëve. Sepse njeriu nuk e din çka e pret të ardhmja. Nuk ka të sigurt prej fitnes dhe sprovës, nuk jem të sigurt. Kërkush na ka garantuar se jemi të mbrojtur nga fitnja në dinë fjalë. Se fitnë në dynja për ty nuk pështojmë ne, se për ata kemi ardhë, mos provum këtë dynja. S'mundesh me ik fitneve të dynjas, por fitneve të dinit nuk I dihet. Nuk I dihet. E fitneve të dinit të nxanë Osmanin në stëm dekës. Në stëm dekës e ditë qatë fitne dhe quhet në historia atje quhet fitnja e në kohën e Osmanit, fitnja e Osmanit. E jo Osmanit e pranar, por fitnja që ndodhi rreth tina në ditët e fundit jetës tij. Nuk ka garancë për fitnë në din. Nuk ka garancë, Allahu na forcoft. E na ruajt. Abdullah ibn Mas'udi po thot, o ju njerëz, ai I cili dën me ndjek rrugën e dikujt, e njeriu duhet ta ndjek ndonjë rrugë. Dika do të ngamojt njeriu në këtë dynja. Le ta ndjek rrugën atyre që kanë qenë para jush, rrugën e sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse gjallit nuk I dihet fitnja, nuk I dihet, nuk është e sigurt a do sprovohet apo jo në din. Sahabët e pejgamberit kanë qenë njerëzit më të mirë të këtij ummeti. Konsenzus. Ata I kanë pas zemrat më të buta, zemrat më të devotshme dhe më të sinqerta. Ata kanë qenë njerëzit më të dijshëm në din. Edhe që nuk e kanë ngarkuar shumë as veten as kërkën. Ata I ka zgjedhur I madhi Allah për me qu dinin e vetë në vend. Sahabët e zgjodhi Allahu dhe prej gojës pejgamberit e shpërndan din. Allahu I zgjodhi e patën atë fat. Andaj dijani atyre vlerën e madhe që e kanë. Pasani ata në gjurmet e tyre dhe sa të mundeni. Sa të mundeni. Sa mirë thot Abdullah ibn Mas'udi, sa të mundeni sepse nuk mundemi një sa ata. Sa të mundeni ndiqni gjurmet dhe rrugët e tyre. Të atyre sahabëve. Këto fjalë janë të mëdha të Abdullah ibn Mas'udit, që ja vlen çdo njeri më mësua vetes dhe më mësua vetë dhe më mësua të tjerëve. Ndiqni rrugën e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos e lëshoni rrugën e sahabëve. Pra, megjithatë, edhe nëse ndonjë sahab që janë të lavdruar dhe të zgjedhur, e thot ndonjë mendim, quhet shadh I veçantë. I kundërshton sahabët krejt. Asnjë sahabi nuk pajton me të. Dhe jo vetëm kaq. Por kur të kthyesh
mendimin e tij, pse kundërshtojnë sahabë, pse nuk pajtojnë, sepse është kundërshtim me argumente. Por ja që ai ka thonë që ashtu. Për shembull, Abdullah ibn Abbasi, apo Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, e ka pa të arsysh me Abdullah ibn Abbas në realitet, me la dhe sytë më rana, kur të më rabdest. Me shti ujtë në sy. Për atë arsye më Maliko, thot, kërkush këtë dunja, nuk e ka pasuar atë edhe ibn Abdul Berri më pas. Kërkush s'ka thonë, se është pjesë me pasruhe, pjesë abdes me pasruhe sytë më rana. Ne nuk pëthem që e ka thonë është farës, por është që ne s'ka thonë kërkush që është. Për atë arsye kanë thonë Abdullah ibn Abbas në fund të është vërbu, se rezultat që i ka lakë sytë më rana shumë. Abdullah ibn Abbasi natërësh ka qenë për sahabë më të dishëm, por e ka njërin do një mendim nga njëherë ku spajtojnë të tjertë. Është vetëm prej sahabëve i cili ka thonë se ai cili mbyt njeriu në pa hak është për gjithmonë gjehnem. Kjo nëse kuptohet Abdullah ibn Abbasit se është për gjithmonë sigur se që farë dhe mushrikt, atër është mendimi veçantë dhe kërkush s'ka thonë me te. Por nëse komentohet mendimi ti së është për qëllim gjatë me najt, atëherë kthehet të mendimi i sahabët të tjerë. Ose, Aisha radiallahu anha, se duket është e vetmja prej krejt sahabëve, e cila thët të gjithonja, se bën me i dhanë gji edhe djalit e burrit madh, për me bo tanin. Sepse ne dim se gjithonja e afron njerëzit. Që e nanë, e cila e jep gjithë fëmijut deri në moshën 2 vjeçare, çaj fëmi bëhet djali asaj nane. Edhe quhet djalë prej gjini, dhe ai është nanë e këtina prej gjini. E ka drejt me nejt pashami para sajnë, nanë hesapi, nanë është ajo nanë. Deri në 2 vjet, pastaj kanë diskutu ulemaja, a mjafton një herë me thith gji, apo dohet me thith 5 herë më shumë gji. Po së do që tjetë, deri në 2 vjetë, Aisha thët edhe burë bërë me kanë, nëse ka njetin që ajo gru, po dënë me afru që atë burë, që atë djallë të ri, nga të veti, e dënë shumë, po dënë me bëse djallë veti me dhanë gji. Kërkush s'ka thonë këtë dënja kështu. Po Aisha ka thonë, mendimi saj, shumë respektohet, por nuk pënohet me te. Sa është mesele këtë me folë për që është me folë për meselet e fikhut, por qëllimi është më i madh. Qëllimi më të havite më madh ndeshtë vetëm sa për ilustrim se çka është mendimi i veçantë. Qëllimi është më i madh Imam Tahaviut se mos si ngani ju njerëz. Imam Tahaviu këtu nuk flet për fik. Imam Tahaviu flet për akide. Dhe ka parasysh fraksionet të cilat janë përhapur në kohën e tij më herët dhe kanë vazhduar më vonë, dhe sa të ka fraksione të tilla, dhe ka tjera që s'kan qenë kohën e Imam Tahaviut. Hiç. Dhe ka për qëllim ata njerëz të cilët mundohen kinse në emën dinit dhe në emën të fesë me qitë diçka. Këto e ka qëllim. Që nuk ka qenë pejgamberin te dhe nuk kanë qenë sahabët te në qatë vi, dije se ajo është e veçantë. Largoho prej ati mendimi, prej se fjale për vepra dhe mos puno me te. Pra, merre përpeshoj fjallën dhe veprën e pejgamberit dhe të sahabëve. A ka qenë qatë kohë apo nuk ka qenë. Nëse ata kanë pajtuar, nëse ata i kanë gra, kanë vepru, kanë folë, apo kanë vepru nëse vepre, apo në të që ka pëthirë te, është e mirë se arne, për ndryshe e jo dhe jo, edhe 1 milion jo, deri në kiamet. Sepse ata janë më të meqëm se na, ata janë më të kujdesshëm se na, ata janë më të devotshëm se na, ata janë më të përkryer, më të përpikt se sa ne, e tjerë, ata janë më afër burimit, se sa ne, dhe ne jemi të obliguar fetarisht me ndjekë rrugën e tyre.
Përballë kësaj, në kohën e sotme të themi që është kundërshtim dhe po mendoj se po përputhet, është kundërshtim plot me rrugën e Sunetit dhe Xhamatit, është thirrja e disa islamistave bashkohor gjithmonë në thojza se ne duhet ta ndjekëm një islam tradicional. Një islam tradicional apo një islam bashkohor, më mirë me thonë. Se ne do ta ndjekëm një islam bashkohor, modern, evropian. Ku ka ndinë të Zotit, islam bashkohor, modern, evropian, e islam aziatik, e islam afrikan, e tjerë, ku ka ndinë të Zotit. Ose të tjerë, të cilët thrasin se duhet të praktikojmë një islam tradicional. Një islam tradicional, pra, qoftë ai islam edhe me mangësi të shumta dhe me bidate dhe risi të shumta, ne nuk bën ta prekum atë islam sepse është tradicional. Nuk është peshoja e islamit evropian e as islamit tradicional, nuk është peshoja pse është tradicional apo pse jena në kohën bashkohore, por peshoja është fjalët e pejgamberit dhe fjalët e sahabëve. Ajo është peshojë. Ndash le të jetë tradicional, ndash kohën e sotme, ndash kohën e dietës së pardjehet. Edhe të tjerë, të cilët thrasin për praktikimin apo për lejimin kënse, sa i na kanë neve në dorë apo ata na kanë në dorë, kënse për praktikimin e një islami minimal dhe shmangjen e një islami maksimal. Nuk ka dinë të Zotit islam minimal e as islam maksimal, por janë ide të ndryshme të islamistave në thojza të modernizuar, të cilët mendoj se shumë pak e njohin realitetin e dinit të Zotit dhe Allahu na rujt, i kanë zemrat e smura. I kanë zemrat e smura dhe nuk dojnë të qëndrojnë apo të pranojnë hakun e të qëndrojnë pranë traditës së pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe sahabëve, për ndryshe asnjë kundërshtim dhe kundërthanje nuk e gjen mes asaj që ka qenë pejgamberi dhe sahabët dhe mes asaj që kemi qenë ne sot. Pri apo çka jemi ne sot. Asnjëherë. Gjithmonë ai është nuri dhe dritë, është më lehta, më përshtatshmja, më ëmbla dhe më praktikuara dhe më e pranuara të krejt njerëzit ajo që ka qenë këtë pejgamberi dhe sahabë. Asnjëherë ne nuk mund t'ja lehtësojmë vetveti, se s'din m'ja lehtësu vetveti, se nuk mundesh me qenë më i mëshirshëm për vetveten tënde dhe për shoqëri se sa që kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po e them këtë duke pas parasysh atë se në shumë njerëz mendojnë që atër islami ka qenë rigoroz, ka qenë një islam radikal. E ne jem për një islam tolerant, nuk kanë ndinë të Zotit islam radikal dhe tolerant. Por, ka islam simbas vendit dhe kohës, situatës dhe individit, por ai krejt është islam dhe krejt shkon simbas Sunetit dhe Xhamatit. Për atë arsye këtë çon pesh dija dhe njohuria që dohet me pas njeriu me njoftë dinin e të madhët Allah Azza wa Jall. Ne nuk guxojmë që shmangemi asaj që ka qenë pejgamberi dhe sahabët, për ndryshe është dro e madhe se dalim jashtë Sunetit dhe Xhamatit. Ai cili del jashtë ehl Sunnit dhe Xhamatit, atë e hunger ko. E që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, innama ya'kul dhi'bu min al-ghanami al-qasiya, uku prej tufes së delës e handelën cila ndahet. Ne nuk guxojmë të ndahet asnjëherë. Përderisa këm pajtuar se ky Kur'an dhe ky Islam në përgjithësi dhe ky Sunet dhe ky din e Allahut tërësisht është din i cili vlen për çdo kohë dhe për çdo vend. Por kërkon është një sprov. Kjo tash është pjesë e fitnes në din që thamë herë. Kjo është pjesë e fitnes din dhe shefni që disa njerëz po bin fitnes dinit në këtë kohë, në këtë zaman. Është pjesë e fitnes dinit.
Pse ka hecur teknologjia, pse ka hecur shkenca, pse kundërshtarët e islamit na kundërshtojnë shumë, pse mediat flasin për 24 orë kundër islamit, e ne të bim viktim e atyre stuhive të forta të cilat fryejnë, dhe të lëshojnë për të tutemit, të kapin për dinin e Allahut azza wa jall, dhe tutemit të mbrojmë këtë din. Kjo është fitne. Kjo është fitne. E runa zët, me bo me ndo fitne dhe ma e ranë të ardhme, që ka bojmë ne? Për atë arsye, jo se cili prej muslimanëve, prej hodëllarëve, prej thirrsave në islam, jo se cili është duke qëndruar në këto fitne. Allahu në e forcoft kam të tona në gjdo fitne dhe gjdo belaj, ja Rabbil Alamin. Se dhe që tjetë, për këtë imam Tahavi u flet hala ma shumë, për ehli sunnetin dhe xhamatin flet edhe me tej, edhe në të ardhmen. Shkojmë të një pikë tjetër që cek imam Tahavi rahmetullahi alejhi për me lanë një pjesë të asaj që cek për më vonë, dhe i dojmë ata që janë të drejtë, ata që e qojnë manetin vend, ndërsa i urrejmë ata që janë të shtremt, dallavergji, mashtrues e tradhtar, njerëz të këqij, i dojmë të mirë dhe i urrejmë të këqijt. Natyrisht, prej parimeve të forta të dinit të Zotit, është me dasht dhe me urrejt. Dashuria për Allah, urrejtja për Allah. Kjo është prej imanit besimtar. Me dasht për Allah, me urrejt për Allah. Dhe kjo me dasht për Allah dhe me urrejt për Allah, me qenë një koncept i cilit për cjell derin vërë dhe krejt sjelljet, fjalët, veprat, krejt jetën tënde ke brenda dashurisë për Allah dhe urrejtjes për Allah. Vësen shumë i madh ndinë Zot, i madh, sa të dush i madh. Për atë arsye Kur'ani është i mbushur, e stërmbushur me ajete të cilat flasin për këtë çështje. Ne muslimanët parimisht në esencë e dojmë Allahun azza wa jall. Dhe asnjë dashuri në këtë dynja ndaj kujt do qoftë nuk gëzon me qenë rival i dashurisë të Allah. Por do të me qenë për hir të dashurisë të Allahut dhe mranda dashurisë të Allahut. I dojmë pejgamberët e Allahut pse i dën Allahu, jenë mranda dashurisë të Allahut. E dojmë pejgamberin ton shumë që thamë pak më herët. Pse dojmë pejgamberin ton? Sepse është pjesë e dashurisë të Allahut. E dën Allahu, e dojmë ne dhe është pjesë e dashurisë të Allahut. E dojnë Abu Bekrin, Omerin, Osmanin pse i ka dashur pejgamberin. Ata që ka dashur pejgamberi ka dashur Allahu, andaj është pjesë e dashurisë të Allahut azza wa jall. I dojnë krejt muslimanët, se Allahu i don muslimanët. I dojnë ata që bëjnë sabër, se Allahu i don, ka thënë Allahu i don sabërlit. I dojnë ata që janë të mirë dhe japin e xhumert, se Allahu i don ata që japin në xhumert. I dojnë atë të drejtit, se Allahu i don të drejtin. E dojna besnikin, se Allah e dën besnikin. E dojna trimin, se Allah e dën trimin. E kështu me radhë. Krejt pra, tëna, dashuria ndaj çdo kujt që dojmë ne, është pjesë e dashurisë të Allahut azza wa jall. Por jo rival, por pjesë nën te, dhe brenda saj, brenda dashurisë të Allahut azza wa jall. Dhe në të kundërtën, krejt urrejtja jonë është mbranda urrejtjes që ka urrejnë Allahu azza wa jall. Allahu i urrejnë zullumçart, ne i urrejnë. Po ty s'kan bërë kur gjë, e vërtet s'ka bërë kur zullum filani, po në urrej. Pse? Se Zoti urrejnë ata. Ku po din ti, a zullumçar apo dëshmon të çaj zullumçar po? Po ti apo dëshmon që zullumçar po? Allahu nuk i do zullumçart. Po kryej. Se mos dhe Allah zullumçart, unë kam obligim me urrejt ata. Për zullumin që ka ju në urrej. E ty s'ka bërë kur gjë. S'u ka bërë mu, po ka bërë zullum. Aje ka vra filana që për ty s'ka prek, në gjak e ka prek filane ka vra. Allah i urren, e ka për zullum të madhë, ka dirgjak, farze ka me urrejt. Tradhtarin, shpionin,
e njerëz të këqij, e njerëz të poshtër, ata që bëjnë fesat, për hapin këqija, jo rrejnë Allahu. Do të më urrejt edhe ne njerëzit. Dashëria për Allah dhe urrejtja për Allah. Pra kanë të dush me dash për Allah. Te bareke o taala. Dhe ata që urrejnë me urrejt për Allah. Këtu është një pikë, që këto po du më nalë pak më gjatë. Është tepër me rëndësi. A bën makia dikant njëjtën kohë, edhe me urrejt, edhe me dash. Kjo është shumë e rëndësi. Ku këtu njerëzit, shumë njerëz bin, bam, ra. E shef në një njeri, i cili është shumë i mirë, por e ka një të keqe shumë të madhe, e ka një të keqe, një behanë të madhe, një haram. Për qatë haram, për qatë gjënat që qymë në shëriat, me rejt krejt njeriun, është të këndërten, është i keqe. E ka këtë keqe, këtë, shumë të këqia, por e ka një të mirë. është trim, është i gjymert, është i sinqert, është besnik, ka një të mirë, e mirë të cilën dhe në islami. Dhe ne me lavdru atë dhe me ngrit, me dasht, me ngrit, me thonë, s'ka si njeri ju? Ja. Ja. Pra, ka mundësi me bashku edhe dashëria, edhe rejtat njëtin person. Sepse është pa drejtësi, ate i cili ka shumë këqia për kanit mirë, me thonë se është i mirë. Pa drejtësi është. Por edhe është zullum, me thonë atina, i cili ka një të keqe, por i ka krejt tjerat mira, së është i keqë. Edhe kjo është zullum, edhe kjo është pa drejtësi, sepse është njëri, a i mund të gaboj, edhe ti gabon, edhe tonë gabojmë, a i ka të meta, edhe ti dhe unë kemi të meta, dhe tonë kemi të meta. Për atë arsye ne në islam, si musliman, dohet me dash njeriun për të mira që i ka. Dhe nëse nuk dim këqia, thejme ne, nuk dim të keqen, ta. Për neve, është njëri mirë, vjen xhami, shkam për xhamis, e kam këshi, kur të keqen nuk di prej ti, së më ka tha kërkush kur gjë, për mu, alhamdulillah, e du si vla, du si këshi, s'di të keqe kur gjë. Pra nëse nuk din dhe një të metë, do të me i dash muslimant. Por nëse din dhe një të metë që e ka, me orejt për qatë metë, e me dash për të mirat e tjera që i ka. Dhe kjo është peshoja e mesme dhe e shëndosh. E dojmë i filanin, e dojmë, po mi qysh për dënë të kur se aj, e bën një gjëna. Po, unë e orejt për atë gjëna. A më nuk e hudhi krejt pëse ka qatë gjëna. Ja, se kjo është ma i shtrejt. Kam hakën të i tina une. Kjo vëlla jam, pse ka të gjëna, pse ka bëha të mkatë, qoftë edhe halet që e bën, unë në rej për qatë mkatë, por këne jedu se kam vëlla. Dhe të njëtin ku bëhet dashëria dhe orejtja bashkë. Apo të i keqë atje, e ka këtë keqë, por e ka një të mirë. Për qatë mirë që ka, ja kam lakmin dhe ja respektoj. Dhe ja du qatë dhe për të mirë. Për tjerat, e udhu billah, i ka shumë këqia. Kjo është e që kërkohet të muslimat. Një gjatë të tilë e gjemë edhe në raport të Zotit me njerëzit të në tokë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam, ka thonë Allahu azza wa jall në hadith qudsi: "Wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abd al-mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atahu wala budda lahu minhu." Nuk ka diçka që ajo më i lohatshëm se sa mja marë robit tim muslimanit shpirtin. Atëherë kur robi jam e orrin vdekjen, a unë nuk du me rëndu, por pa qare dohet me vdekaj. Vdekja është saktim. Që do me thonë kja? Allah e dënë robin e vetë. E dënë robin e vetë. Po të njëjtën ku robi ti nuk përdën me vdek, Allah përdën një marë shpirti, e nuk përdën me rëndu robin e vetë. Qa mi bëu? Me laun se marë shpirtin, atër zote për the ligjit e veta,
Se e ka bu kader atje, do të me vdek, kullu nefsin dha'iqatul maut, çdo njeri do të me vdek. Po më marr shpirtin me çu kaderën, fjalën e vet në vend, nuk po don me rëndu robin e vet, që ai nuk e pëlqen me vdek. E ka thujt Allahu këtë lëhatën, se Allah nuk ka lëhatje. Mos kuptohet se Allahu lëhatët ato të bëj apo s'ta bëj, a mira kaq, por e ka thujtur lëhatje. Këtë vepër të marrë shpirtit të robit i cili e urren vdekjen nuk e don. A shëft njëtën kohë, Allahu edhe po e don robin e vet, po edhe po lëhatët në të aspektin figurativ në thojza, që ka me bo ndaj robit tim, se kë nuk po do me vdek. Janë dy senet njëtën kohë. Edhe të unë edhe të ti, pëse mos me kanë dy sende të njëjtin kohë ndaj njerëzve? Me dasht filanin, për cilësit e mira, për namazin që ka, për moralin që ka, e tjere, për me urrejt, për qatë vepër të cilin e ka. Kështu të më shku muslimat. Edhe qështu ruhet shoqëria. Ruhet prej përqarjes, prej shkapërderdhjes, dhe të njëjtin kohë është në rrugë sipër që më përmirësue, me u tërheq për të këqijave, ata që e kanë një pjesë, një cilësi, një vepër të keqe. Sepse ti kur e don atë për të mirat që i ka, automatikisht po e ngreh për asaj të keqe me dal, apo ai vetiu ka me luftu vetën e vet në çat cilësi të keqe që e ka, dhe ka me mundu me përmirësu. E Islami synon një shoqëri të përmirësuar, të përsosur, të shëndosh edhe të bashkuar. Këtë e synon Islami. Tani a janë 30, 303 miliona, 300 milion, aq sa janë çdo vend dhe çdo ku. Edhe 10, 15, 50 kofshin dikont, ku do të qoftë në botë me qenë shtatë bashkuar. A pari me shqikja pikë, mos kuptimi që sa i pike, në shumë dikon, edhe asaj që arsek pak me herët që besa, shumë dikon, por me që anti që sajna, që edhe 15 musliman kofshin, që shka në shumë vende, edhe shqiptare vendeve tjera, 15 musliman namazli, nuk ka ma shumë, 20, që ata i ki 3-4 grupe 5. Kjo rejnë atë, kjo lefton atë, kjo ndryshton atë, kjo thët ati bidalgji, asë një ata se kanë kuptu dinë në Zotë citohet. Asë një ata se kanë mirë. Cëllë Islami thërët, 15 dhët, pas me kanë një grosht, la ilaha illallah. Po njerëzimni, ne jem njerëz. Fundja si në mëshirën e Zotit. Fundja si në mëshirën e Allahut të bareke vë ta'ala. Nuk e dim, ka në falë, Allahu ka në spastran, ka në mëshiron ditën e kiametit. Nuk e dim. Kush në garanton që unë jam më e mirë se sa të tjerët, apo ti je më e mirë sa i tjetër? Kush garanton? Apo pse je sot më e mirë, nuk je nesër më i keq? Prap kush garanton? Allahu na forcoft. Ja Rabbil Alamin, na ruajt nga çdo fitnë dhe çdo sprov. Wallahu alem, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.